Një histori e gjatë në tregun shqiptar për më një imazh dëshije të freskuar. Bira Stella është rikthyer edhe këtë vit në festën e birrës në Korçë, duke sjellë një version të ri të markës dhe një tjetër mënyrë për t'u ofruar konsumatorëve. E pranishme prej vitesh në këtë event, Stella ka zgjedhur që në këtë edicion të sjellë jo vetëm produktin e përmirësuar, por dhe një atmosferë ndryshe përmes lërave dhe aktiviteteve që i bëjnë vizitorët pjesë të eksperiencës. Biraria që prodhon birrën Stella është themeluar në vitin 1994, ndërsa prej vitit 2025, marka ka hyrë në një fazë të re, me një identitet vizual më modern dhe një shije të përmirësuar. Sipas përfaqësueses së marketingut Bora Pollozhani, ndryshimi është pritur pozitivisht nga konsumatorët shqiptar. Bira Stella është një birë e cila vjen me një histori shumë të gjatë në tregun shqiptar për konsumatorin shqiptar. Ajo është themeluar, biraria që e prodhon atë, është themeluar në vitin 1994, mirë po, që për vitin 2025, Bira Stella vjen me një imazh më të ri, më modern, komplet të rifreskuar për konsumatorin, por ajo çka është më e rëndësishme, ja vjen dhe me një shije të re të përmirësuar. Versioni i ri i Stellas vjen me 4.6% alkool dhe fermentim të dyfisht, një proces që sipas kompanisë i jep produktit një shije më të këndshme dhe aromë të pëlqyeshme. Për markën, reagimi i konsumatorëve deri tani është një sinjal pozitiv, ndërsa planet për të ardhmen janë dhe më të mëdha. Tashmë kemi të bëjmë me një birë e cila është 4.6% alkool. Ajo vjen me doppio fermentim, që do të thotë vjen me një shije shumë të këndshme, me një aromë shumë të pëlqyeshme dhe jemi shumë të kënaqur nga mënyra se si publiku shqiptar e ka pritur deri tani birrën Stella. Sigurisht ky është vetëm fillimi. Kemi akoma edhe plane të tjera shumë të mëdha për të. Edhe në festën e birrës, Stella ka zgjedhur të vinë ndryshe. Në edicionin e dytë me imazhin e ri, marka është vendosur në hapësirat e reja të polit të eventeve në Drenov, duke u shoqëruar prezencën e saj me aktivitete për publikun. Stella ka qenë për gjatë gjithë edicioneve prezent. Ky është edicioni i dytë ndër këto 20 vjet që ne vim me këtë imazh të ri. Jemi tashmë në polin e eventeve në Drenov, një hapësirë e re shumë e madhe, me një line-up shumë të mirë, duhet thënë të artistëve. Por këtë vit, Stella nuk është vetëm për të shijuar. Në këndin e markës, vizitorët mund të bëhen pjesë e një prej lojrave më të njohura të festave, beer pong, ndërsa fituesit kanë mundësinë të marrin dhe birrën Stella falas. Dhe kështu që edhe birra Stella ka ardhur pak më ndryshe këtë vit. Ne kemi krijuar këndin e lojës, ku të gjithë pjesëmarrësit që kanë qenë këto ditë dhe që do vazhdojnë të jenë sonte dhe gjatë ditës së nesërme në festival mund të marrin pjesë, duke bërë një lojë beer pong dhe kushdo që do të fitojë do të ketë mundësi që të marrë edhe birrën Stella falas nga neve. Por përtej historisë, shijes dhe imazhit të ri, Stella kërkon të ndërtojë dhe një marrëdhënie emocionale me konsumatorin. Mesazhi i markës lidhet me momentin kur njeriu ndalon pas një dite të lodhshme dhe i jep vetes pak kohë. Për mua personalisht ajo që është gjëja më e veçantë tek birra Stella, është që birra Stella i flet konsumatorit në ato momentet e ditës, në fund të ditës, mundësisht kur ne kemi bërë shumë gjëra të lodhshme, të bezdishme, angarike ndonjëherë, nga ato gjërat për cilat asnjëherë nuk të thot asnjëri faleminderit apo bravo. Një mesazh që synon të prek përditshmërinë e shumë njerëzve. Puna, familja, përgjegjësitë dhe vështirësitë e ditës shpesh kalojnë pa një fjalë vlerësimi. Pikërisht në këtë moment, marka thotë se konsumatori duhet të ndalojë dhe të vlerësojë veten. Domethënë ne të gjithë shohim në mëngjes, shkojmë në punë, përballemi me vështirësitë, me fëmijët, me prindër të moshë që mund kemi, dhe asnjëri në fund të ditës nuk do thotë bravo, ti ja dole mbane. Ne prapë për ditë zgjohemi dhe vazhdojmë të i bëjmë këto gjëra, sepse ne mund të përballojmë dhe duhet të përballojmë. Dhe pikërisht këtu vjen dhe slogani që shoqëron markën, një dolli për veten, një moment i vogël për të ndaluar, për të marrë frymë dhe për t'i thënë vetes se edhe një ditë tjetër u përballua. Dhe birra Stella na flet pikërisht në këtë moment. Ajo që ne themi është birra Stella një dolli për veten, sepse në fund të ditës kur ti je lodhur dhe ke bërë gjithë sa punë, e meriton të ulesh, të hapësh një birrë, e thua ja dola mbane edhe sot, edhe të ngrësh një dolli për veten. Që për mua kjo është e veçantë e kësaj birre. Nga një histori që nis në vitin 1994, tek një imazh dhe shije e rifreskuar, birra Stella synon të ndërtojë një kapitull të ri në tregun shqiptar. Në festën e birrës në Korçë, marka ka zgjedhur të jetë pranë konsumatorëve jo vetëm përmes produktit, por dhe përmes argëtimit dhe një mesazhi të thjeshtë. Pas një dite të lodhshme, ndonjëherë ja vlen të ngresh një dolli për veten.